Mediat online apo të njohura ndryshe si portale pritet që së shpejti të përfshihen në rregulativën ligjore. Propozim ligji për këtë i hartuar nga Ministria e Transformimit Digjital tashmë është në procedurë parlamentare dhe pas hyrjes së tij në fuqi, mediat online duhet të plotësojnë disa kushte që të njihen ligjërisht si media dhe të realizojnë të drejtat që kanë mediat e tjera. Ligji mes tjerash parashef formimin e një regjistri në kuadër të Agjencisë për Shërbime Audio dhe Audiovizuale, ku mediat online duhet të paraqesin se kryejnë veprimtari mediatike, gjë që deri më tani ka qenë e parashikuar vetëm për media tradicionale. Po ashtu mediat online që të mund të përfshihen në regjistër duhet të kenë seli dhe redaksinë e tyre në Maqedoninë e Veriut dhe të kenë një domen në Maqedoni. Organi regulator kompetent nuk do të afuz botuesin e portalit Media Internet Online në regjistrin e botuesve të mediave online portale në internet, nëse nuk ka të punësuar të paktën 3 persona me kohë të plot. Përkatësisht do të fshi botuesin e portalit Media Internet Online nga regjistri i botuesve të portaleve të mediave online internet 4 nëse nuk ka të punësuar në përputhje me nenin 15 paragrafi 3 nën paragrafi 4 të ligjit. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë Mladen Çadikovski tha për televizionin Shenja se fryma e ligjit në thelb është e mirë dhe duhet të mbështetet. Megjithatë, ai propozon që të ndryshohen disa kushte restriktive të cilat vlen tash, pasi me to diskriminohen mediat më të vogla lokale. Për shembull, ekziston dispozicë se mediat online duhet të kenë 3 të punësuar në mënyrë që të mund të regjistrohen. Ne mendojmë se ky është faktor kufizues dhe kjo duhet të ulet sepse në këtë mënyrë ato media më të vogla të cilat janë jashtë shkupit, do thotë mediat lokale dhe rajonale, vihen në një pozitë diskriminuese. Kemi marrë garanci edhe nga Ministria edhe nga qeveria se këto kushte do të zbuten në mënyrë që të gjitha mediat e tjera profesionale që i plotësojnë kushtet e tjera të mund të përfshihen në ligj, me atë që do të bëheshin disa ndryshime që përpos pronësisë dhe redaktuesit, këto media duhet të kenë edhe nga një të punësuar. I pyetur nëse ky ligj mund të ndikojë në rritjen e cilësisë profesionale dhe uljen e lajmeve të rreme, Çadikovski tha se kjo nuk nënkupton se portalet që merren me lajme të tilla nuk do të ekzistojnë më. Megjithatë, kjo mundson njohjen ligjore të portaleve që përmbushin kushtet për veprimtari mediatike. Nuk mund të ketë rol kyç në uljen apo parandalimin e dezinformatave, por mund të ketë rol kyç në njohjen e atyre portaleve që megjithatë plotësojnë kushtet caktuara që janë të njohura si media dhe ato do t'jenë në lup edhe të opinionit, edhe të komunitetit të gazetarëve që tu përmbahen standardeve gazetereske për cilat janë zotuar. Sa i përket rregullimit të reklamimit gjatë fushatave zgjedhore, Çadikovski tha se propozim ligji në fjalë nuk përfshin këtë pjesë, megjithatë paraqet një hap drejt të zgjidhjes së kësaj çështje.